Live from Tirana në Top Albania Radio. Rikthehemi sërish në transmetim të kam shumë mesazhe Doku, Panajot Papa vazhdon të jetë me në studio, mjek estetist dhe përfaqëson gjithashtu me profesionalizëm të plot kirurgjin plastike, për të cilën ne po flasim jo në ato terma që flitet zakonisht, jo molcat, jo këto, domethënë të edukoj masën, të informoj masën, mos të bijem pre e produkteve false që mund t'i shkaktoj hematoma, probleme, mund t'i lëri pasoja dhe më afatgjata. Po shkojmë dhe pak në zonat intime, sepse në Shqipëri është një tabu e madhe për të folur. Unë e mbaj mend për shkak kur ishim në shkollë, kur kalonte faqja e librit Doku tek kur ishte vagina dhe penisi, askush nuk fliste, të gjithë qeshnim në heshtje, madje edhe zysha kishte sikleta shpjegonte. Po ky proces duhet kaluar, jo të shkojmë në ekstremitete që ta kemi si fjalor përshëndetje, por ta njohim trupin ton dhe të dim si mund ta trajtojmë atë më mirë. Kjo është thelbi që duhet thënë, ne duhet mbrojmë fëmijët në përgjithësi dhe sigurisht duke informuar base në atë moshë që lejohet që të informojmë për të trajtuar në mënyrën e duhur. Pjesa intime është një pjesë, domethënë tonë, që ka kërkesa, thash, dhe një më të ndryshmet, është pjesë private secilit prej nesh, edhe shpeshherë te një kirurg plastik ndajmë pyetjet e veçanta, zgjidhjet e veçanta, po mënyrën si mund të zgjidhim situata të ndryshme, të cilat sigurisht thon njerëzit i dëgjon mjeku, i dëgjon kirurg plastik edhe ndonjëherë mbyllen aty, të themi. Ka historira të ndryshme, po të themi që mbyllen aty dhe mbeten aty te mjeku. Mjeku mund ta thoj historinë në mënyrën e vet, por sigurisht nuk mund të përmendim emra. E vërtet. Një tjetër mesazh më vjen nga një vajzë e cila më shkrua në kohë reale që po na dëgjon, e përshëndesim, emrin po e ruaj. Thotë: "Përshëndetje Ronaldo, pyet e pak të nderuarin të njëjtë kërka në historikun tënd Panajot Papa, e kam ndjekur, thotë, shumë mirë. Unë, thotë, kam bërë tatuazh në zonën time intime emrin e të dashur me të cilin tashmë jam ndar. Pra nuk ka një marrëdhënie, ai është një ish në jetën e saj. Pra në zonën vaginale ajo ka bërë tatuazh emrin e ish të dashurit. Si veprohet, si mund ta fshija, ka rreziqe kjo zonë?" Para një duhet ta kishe bërë si pyetje edhe kur e bëri tatuazhin, po. Hajde, mundet të ishet me lazer, themi, dhe lazeri mund të heqit me seanca të ndryshme pjesën, të themi, të tatuazhit, mbetet një hije bardhë quhet efekt fantazma, aty do të kalohet një lazer tjetër pasaj disa herë, dhe sigurisht pasaj nuk duhet të kalojnë në lart me një tatuazh tjetër, domethënë tonë ti për të ndryshuar një emër tjetër, sepse pastaj do bëhet akoma më vështirë për të hequr. Ka ndodhur, kam hasur dhe unë më parë, pas ka edhe raste të tjera me sa duket. Një paciente tjetër më parë kishte shkruar dhe në zonë e kofshëve, të themi, emrin dhe mbiemrin, të thoja madje. Të dashurit. Të ish të dashurit. Edhe fytyrën e kishte bërë tatuazh realisht, nuk duket si Barzalet, por është histori reale në shpatullat e saj, dhe në momentin që po diskutonim dhe u futëm në diskutimin që duhet të hiqet me lazer dhe është një procedurë, më tha doktor, tha, fëmia që po qan jashtë nuk është e ish të dashurit, domethënë, dhe normalisht të lutem, unë jam martuar tani dhe bashorti më thot ish tatuazhët. Po tani, se që është shumë interesante, kjo kur martua burri, nuk e pyeti për portretin? Ishte në dieni, domethënë ishte bërë në moshë më të vogël, por aty kishte një problem ekonomik se nuk mundte, sepse lazerat kushtojnë, edhe normalisht kishte ardhur momenti që sigurisht duhet të ti nështrojë kësaj procedure. Pra për vite me radhë të pasen jetuar burri, gruaja dhe ishi dashur në kurrizin e saj. Kishte ndodhur. Po futet Robin kredi për ta zhduk ish dashurin. Po ideja është do të them mesatarisht 1 ose 2 vjet që të hiqet gradualisht kjo, si vërtet, shumë e thjeshtë domethënë për ta bërë, por shumë e vështirë për ta hequr. 10 vite për ta hequr nga zemra, 2 nga tatuazhi, edhe mbetet prap një hije e bardhë aty që është fantazma që mbetet aty në mes të fantazma e ish të dashurit, këtë ndiqur ka gjithë jetën. Quhet fikërisht efekt fantazma. Vajza mund ta heqë sigurisht dhe mund të nevojiten procedura e dhimbshme, si është relativisht
është pak e dhimbshme, thënë si momenti kur u bë dhe momenti që do ishet është pak e dhimbshëm, por normalisht ka procedura të tilla që mundet ti nështrohet pacientit dhe ta heqi. Rimodelimi vaginal është i përhapur, kjo jo vetëm kur duan të duken pa eksperjenca seksuale, po thjesht duan të remodelojnë sepse nuk i pëlqen. Mundet ka anatomikisht ka procedura të ndryshme, domethënë, të cilat mund të rindërtohet pjesa intime. Këto procedura janë procedura kirurgjikale prapë në bashkëpunim kirurg-plastik me ginekologun. Ajo që asim shpesh, po sigurisht merren më shumë ginekologët do thoja në Shqipëri, është fakti i rindërtimit pjesës intime, domethënë që në Shqipëri kemi akoma atë elementin vinë pacient të cilët mund të jenë relativisht moshë të vogla, po flas të kanë mbush 18 vjeç ose 20 vjeç, edhe akoma është ai elementi vllai me gjeti burrin për të martuar dhe duhet të bëj rindërtim, domethënë të rivirgjërohen. Po, domethënë edhe këtë kërkojnë. Deri diku merren më shumë ginekologët do thoya në Shqipëri. Po me çfarë ndjesme në përjerën? Kush i shoqëron zakonisht? Ëma, shoqja? Fillimisht mund të shoqërohen, domethënë mund të vinë vetë, domethënë, po ka situata të tilla të cilat mund të shoqërohen më shumë nga jo, po mamaja shpesh nuk është në ndjenjë të këtyre situatave, domethënë, po në momentin që pacientja kërkon, po se mund të besosh se një sekret të madh shoqja mund të shesin nesër. Ka historia të tilla të cilat në Shqipëri ende i shikojmë relativisht në moshë të vogël, po flas me thënë 18-20 vjeçe. 18, ndodhin situata të tilla, me thënë që kërkojnë të martojnë vajzat në moshë relativisht të re dhe ka situata të tilla. Sigurisht këtu futet pak ajo pjesa që duhet të informohet pacienti për të dhënë informacioni i duhur, me thënë tonë që sigurisht kjo mund të jetë një procedurë deri diku normale dhe nuk duhet të operohet dikush për dikë tjetër apo të nështrohet një operacion nëse nuk ka indikacion, po flasim. Po është kjo një element që shikojmë më shpesh në Shqipëri, më pak jashtë shtetit, ku në Itali për shembull nuk e shikojmë gjë të tillë. Nuk është. Në Itali nuk është, më thënë në Itali. Është më shumë gjatë verës, po mund të themi që gjatë verës është periudha, domethënë, që vajzat kërkojnë këtë lloj operacioni sepse mbase pra të rimodelojnë vaginën e tyre që duken si të virgjëra. Po. Domethënë kërkohet, po prapë dhe një herë kirurg plastik e shikon më pak si rast, është rast që trajtohet më shumë në Shqipëri nga ginekologët do thoja, sepse është momenti i parë që ai vjen në kontakt me pacienten. Domethënë prandaj un kam një lloj dëbulese për çunat që vijnë nga jashtë se i besojnë më të shkret, i besojnë. Ishte një rast e cila nuk do të thënë vajza, po thoshte që doktori vllai më ka gjetur në Anglia një çun i cili do martohet, por situata është kështu, domethënë unë isha e dashuruar me dikë tjetër, nuk jam më bashkë domethënë dhe kam këtë situatë. Sigurisht u drejtova me thënë drejtohet institucione shtetërore domethënë që të kërkoj të gjej një zgjidhje nëse mund ta ndihmojnë. Sepse ishte një procedurë e cila nuk e di nëse i ofrohet në institucionet, sigurisht ka problematika më të mëdha. Kërkoha të këshillojnë në mënyrën e dur vajzën si mjek, po prap situata ishte pak të themi veçantë. A kemi raste sporadike të meshkujve që kërkojnë të zmadhojnë vithet e tyre? Kemi raste sporadike të meshkujve, po prapë dhe aty duhet të diskutohet pak më në detaj situata, sepse kthehemi në këtë elementin që folëm në fillim. Pra, nuk duhet të injektohet ajo që quhet BBL, që është injeksioni në Angli për shembull, nuk lejohet që në 2018 për faktin se rastet e një kirurg plastik, nëse do evitonte një nga operacionet, do ishte kjo që quhet BBL, operacioni vitheve, me çdo lloj mjeti, qoftë me dhjam, qoftë me protezë, qoftë dhe me acid hialuronik. Pra, është një operacionet që nëse operacionet e tjera nuk kanë risje fare, ky rrit riskun në mënyrë maksimale të vdekjes të një pacienti. Dhe këtë do thoja, domethënë, duhet të keni kujdes. Shikoj klinikat të cilat në Tiranë, nëse mund të quaj klinika, ajo përpara se e bardh ka një sens, përpara se e bardh ka një sens që ti kur je në një ambient spitalore, je i pastër dhe vjen në kontakt me pacientin dhe nuk i kalon infeksione. Shikoj njerëz si veshin përpara se të bardh thonë që janë mjek, nuk kanë asnjë regjistrim dhe ndërkohë me thënë injektojnë në situata të tilla. Është shumë e rëndësishme kjo gjë. Te meshkujt ka situata, ka makineri të tilla të cilat mund të bëjnë atë që është kurje muskulare për 20 minuta gjysmore, që rrisin të themi volumin, mund të themi të zonës
atomike të muskullit gluteal Pra të viteve, po thua. Po të vitet. Pra janë teknologjira të cilat kanë lindur 10 vjeçarin e fundit dhe stimulojnë zonën muskulare të vitheve, po 11 zona të ndryshme të trupit dhe deri diku i japi një rritje volumetrike në zonën atomike të themi të muskulit. Pa përdorur kirurgji pra apo proteza. Pa përdorur kirurgji, pa përdorur proteza, sigurisht palestra bën vetën e ndihmon, por ka ana tjetër makinerit kanë dalë pikërisht për këtë gjë. Më kemi të dhëna në Amerikë për shembull që kur doli për herë të parë makineria, aty ku kishte rreth 38.800 operacione butt lift themi, që ishin operacione për zmadhimin e vitheve, këto lloj makineri te i kaluan sepse maten aty të arritën brenda vitit të parë, domethënë të bëjnë në rreth 50.000 trajtime. Sigurisht sot po flasim me rritje shumë më të madhe, por kjo tregon që njerëzit nuk duan operacione dhe kërkojnë me thënë të gjejnë një opsion metoda të ndryshme, metoda të reja, të cilat janë të konsoliduara nga FDA dhe mund të japin në Amerikë FDA Food and Drug Administration, japin themi një rezultat. Sigurisht nuk është operacion, por mund të japi një rezultat të këndshëm të themi në një pacient që pretendon qartë. Panajot, në këto minuta që në kanë ngelur, dua të pyes pak për ky është halli global, shëndeti. Sidomos kur je një person si Shqipëria që konsumon relativisht mjaftueshëm ushqim, ndonjëherë të tepëruar, kilet e tepërta. Disa njerëz zgjedhin palestrën, disa të tjerë zgjedhin Ozempikun dhe dua t'ju pyes pak sa dakord jeni ju për bërjen e Ozempikut për të dobësuar në mënyrë radikale. Do thoya, domethënë duhet kemi kujdes. Personalisht kemi pacientë të cilët vinë pasi kanë bërë Ozempikun dhe kanë pasur një rënje të masës muskulare, rënje të inti diamor, rënje të lëkurës dhe kërkojnë zgjidhje qoftë në këto makinerit me thënë ose në operacione dhe deri diku kërkojmë t'i ndihmojmë, por nëse Ozempiku apo produktet e tjera përdoren në mënyrë ne nuk kemi kaq të dhëna të mjaftueshme të dimë si veprojnë long term. Ozempiku ka qenë në koha gjatë. Ozempiku ka qenë me një receptor, pastaj dolin një produkt tjetër që është me 2 receptor. Kompanitë farmaceutike në dinin time po studiojnë me 3 receptor, pra po studiojnë produkte të cilat do veprojnë më shumë dhe do mbajnë atë rezultatin. Problemi është që këto janë ilaçe që dolën fillimisht për pacientët themi diabetik dhe mbetet aty. Diabetikët në gjithë botën, pacientë diabetik në gjithë botën është rreth 3% e popullsisë botërore. Pra flasim për numra të larta. Dhe sigurisht ne nuk kemi sot të dhëna për përdorimin e këtyre produkteve. Madje nuk e di nëse në Shqipëri janë të regjistruar akoma, domethënë si produkte. Duhet të kemi kujdes. Duhet të kemi kujdes sepse ne nuk kemi të dhëna akoma të mjaftueshme dhe po të shikojmë, po dalin më shumë rastet e efekteve të themi mbase të keq përdorimit. Elementi që duhet studiohet është fakti që në moment që ti ndalon marrjen e këtij produkti, stabilizohet pesha apo pacienti varet deri diku nga kjo gjë. Një studim që kanë bërë në Kore është fakti që në vend të kalosh në mënyrën e injeksioneve, kanë prodhuar duke u bazuar në të njëjtin princip aktiv në produkte që janë si vitaminat që ti merr nga 30 ditë deri në 90 ditë dhe këta janë produkte të reja, ka studime kanë filluar fillimisht në Kore, domethënë, dhe normalisht mund të jetë një element çik më i studiuar, do thoja, për long term, për pacientët të cilët mund të kenë nuk nevojë të bëjnë këtë injeksion. Pra, kemi pacientë që trajtojmë, kemi pacientë që trajtojnë jo për që kanë marrë këtë kanë marrë ose ka kërkuar të japin këtë zgjidhje me këto ilaçe, por do thoya akoma nuk kemi të dhëna. Qartë. Në ana tregtare, nga ana kirurgjikale, mundet një ndjesë, për të përgjigjem, po jemi në minutat e fundit, dua të marr edhe këtë përgjigje. Nga ana kirurgjikale, kemi ne sot aftësinë që një person i cili ka kile të tepërta, t'ia heqim atë dhjamin por pa i lënë shenja apo varri lëkurja. Do thënë, dhjami mund ndodhet poshtë lëkurës edhe lart muskulit, dhjami mund të ndodhet edhe brenda zorëve. Pra, ekziston ajo që quhet dhjami visceral dhe shpeshherë kjo gjë
mund të iki vetëm me dietën ose me një ushqim të shëndetshëm, sepse neve mund të ndërrymë duke bërë abdominoplastikën, që është ajo prerja e lëkurës e tepërt, dhe duke bërë liposuccionin, pra të dëmtojmë në anë mekanike dhiamin dhe duke e lipoaspiruar, por bën se bën lipoaspiracionin nuk duken shenja, janë shenja të vogla, shumë të vogla që i bëjmë te palosjet dhe nuk bie në sy. Nëse do bësh një abdominoplastik, i bie do presësh lëkurën dhe do ta heqësh, sepse pacienti ka patur peshë më të madhe dhe ka zhvarur, automatikisht ajo shenjë duket. Dhe duhet patur kujdes, sepse shenja në trupin ton është shenjë gjithmonë për çdo lloj operacion, jo vetëm për trupin, për barkun, por për gjoksin apo dhe për facelifting. Kirurgët plastik kërkojnë tani t'i bëjnë me teknika më të avancuara që janë endoskopike, që nuk duken, po prap kemi mund të duken deri diku. Kemi dhe pastaj operacione shumë të vogla që bëjnë as sjetulla tani, ku mund vendosen proteza dhe kamuflohet ajo shenjat e sjetulla. Pra kërkojmë gjithmonë gjejmë teknika të veçanta. Shkenca dhe teknologjia është shumë përparim. Pana jot papa, zonja dhe zotrinj, mjek estetisë dhe i kirurgjisë plastike, ishte me ne sot në program. Falenderoj shumë. Dhe unë ju falenderoj për ftesën dhe për tematika që trajtuat. Që zgjodhe të më bashkoheshe në formë shumë likuide në këtë bisedë, ngacmuese, por qëllimi ishte tërësisht informues. Faleminderit. Të uroj ditë të mbarë ty dhe dëgjues. Ne kemi mbërritur në fund të programit. Ritakimi jonë i radhës do të jetë nesër. Deri atëherë, bëfshit qef.